Horoskopi ditor, 4 maj. Një lëvizje e fshehtë mund të ndryshojë drejtimin pa e kuptuar. Jo çdo ndryshim vjen me shurm, disa ndodhin në heshtje dhe kuptohen vetëm kur është tepër vonë. 4 maj është një ditë ku gjërat lëvizin nën sipërfaqe. Një detaj i vogël, një reagim i pavënë re ose një vendim i thjeshtë mund të ndikojë më shumë nga sa duket në fillim. Disa shenja do përfitojnë nga kjo energji e fshehtë, ndërsa të tjerat mund të humbasin një mundësi pa e kuptuar. Nuk është një ditë për të neglizhuar atë që ndodh rreth teje. Dashi. Një situatë që duket e zakonshme mund të fshejë një zhvillim që kërkon vëmendje të menjëhershme dhe një reagim të saktë nga ana jote. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar mënyrën si vepron. Në punë, një detaj që zakonisht do ta injoroje mund të bëhet kyç për të kuptuar një mundësi që nuk është e dukshme për të gjithë. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një ndryshim në sjelljen e dikujt. Mos e trajto ditën si të zakonshme. Është një moment për të qenë i vëmendshëm dhe për të reaguar në kohë. Nëse arrin të dallosh atë që fshihet pas sipërfaqes, mund të përfitosh nga një zhvillim që të tjerët nuk do ta vërenin. Demi. Një lëvizje e vogël në një situatë të qëndrueshme mund të tregojë se është koha për të rishikuar atë që ke marrë si të mirëqen. Një moment i thjeshtë mund të të japë një sinjal që nuk duhet ta neglizhosh. Në punë, një ndryshim i vogël mund të kërkojë një reagim të kujdesshëm për të shmangur një pasojë më të madhe. Në marrëdhënie, një sjellje ndryshe nga zakonisht mund të të bëjë të reflektosh më thellë. Mos u kap fort pas rutinës. Është një ditë për të qenë i hapur ndaj asaj që po ndryshon gradualisht. Nëse e kupton në kohë këtë lëvizje, mund të marrësh një drejtim që të sjellë më shumë stabilitet. Binjakët. Një informacion i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej e qartë dhe e kuptueshme. Një moment i vetëm mund të të japë një perspektivë të re nëse i kushton vëmendje. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të japë një avantazh nëse arrin të reagosh shpejt dhe me zgjuarsi. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një kuptim që nuk është thënë hapur. Mos e nënvlerëso atë që dëgjon. Është një ditë për të qenë i pranishëm dhe për të analizuar çdo detaj. Nëse arrin të lidhësh informacionin në kohë, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të mirë. Daforia. Një ndjesi e brendshme mund të të tregojë se diçka po ndryshon edhe nëse nuk ka asnjë shenjë të dukshme për të tjerët. Një moment emocional mund të të vendosë përballë një situate që kërkon një reagim të sinqertë. Në punë, një zhvillim i vogël mund të kërkojë më shumë ndjeshmëri se sa logjik. Në marrëdhënie, një moment i heshtur mund të të tregojë më shumë se një bisedë e gjatë. Mos e injoro atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i hapur ndaj sinjaleve që vijnë nga brenda. Nëse arrin të dëgjosh veten, mund të kuptosh një të vërtetë që do të ndikojë në mënyrë të thellë në vazhdim. Luani. Një situatë që dukej nën kontroll mund të ndryshojë në mënyrë të papritur dhe të vendosë përballë një reagimi që kërkon vendosmëri. Një moment i vetëm mund të të tregojë se është koha për të marrë drejtimin dhe për të mos pritur më nga të tjerët. Në punë, një zhvillim i fshehtë mund të të japë një mundësi që kërkon guxim për ta shfrytëzuar. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e paqartë. Mos e humb këtë moment duke hezituar. Është një ditë për të treguar forcën dhe për të marrë kontrollin. Nëse vepron me besim dhe pa u lëkundur, mund të kthesh një situatë të paqartë në një avantazh të rëndësishëm. Birgjëresha. Një detaj që duket i vogël mund të bëhet pika ku gjithçka fillon të marrë kuptim për ty dhe kjo kërkon vëmendje të menjëhershme. Një situatë që ke analizuar gjatë mund të zbulojë një element që nuk e kishe parë më parë. Në punë, një vëzhgim i saktë mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të kishte pasoja më të mëdha. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të të japë një sinjal të rëndësishëm. Mos e neglizho atë që sheh. Është një ditë për të lidhur detajet dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sipërfaqes. Nëse arrin të analizosh me qartësi, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të sigurt. Peshorja.
një ekuilibër që ke ndërtuar me kujdes mund të lëkundet nga një moment i papritur dhe kjo do të kërkojë një reagim të menjëhershëm. Një situatë që ke shtyrë mund të rikthehet me forcë dhe të detyrojë të marrësh një vendim të qartë. Në punë, një zgjedhje mund të ndikojë në mënyrën si të tjerët të shohin dhe kjo kërkon qartësi. Në marrëdhënie, një bisedë mund të çojë drejt një të vërtetë që nuk mund ta shmangësh më. Mos u përpiq të ruash një qetësi që nuk është reale. Është një ditë për të qenë i drejtë për drejtë dhe për të vendosur kufi. Nëse vepron me vendosmëri, mund të rikthesh kontrollin në një situatë që po bëhet e paqëndrueshme. Akrepi. Një zhvillim që ka qenë i fshehur mund të dalë në sipërfaqe në një mënyrë që nuk e prisje dhe kjo do të kërkojë një reagim të menjëhershëm. Një e vërtetë që e ke ndjerë mund të bëhet tani e qartë dhe të shtyjë drejt një vendimi të fortë. Në punë, një situatë mund të japë një avantazh nëse e kupton në kohë drejtimin e saj. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos ki frikë nga ajo që zbulohet. Është një ditë për të përballuar realitetin dhe për të marrë kontrollin. Nëse vepron me qartësi dhe pa emocione të tepruara, mund të kthesh një situatë të ndërlikuar në favorin tënd. Shigjetari. Një lëvizje e padukshme mund të nxjerrë nga rruga që kishe planifikuar dhe të vendos përballë një zgjedhjeje që kërkon reagim të shpejtë. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar drejtim pa pritur më shumë sinjale. Në punë, një zhvillim i papritur mund të hapë një mundësi që kërkon fleksibilitet dhe vendosmëri nga ana jote. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një të vërtetë që nuk ishte e dukshme deri tani. Mos u mbështet tek ajo që ke menduar se është e sigurt. Është një ditë për të qenë i hapur ndaj ndryshimeve dhe për të reaguar në kohë. Nëse arrin të përshtatesh shpejt, mund të përfitosh nga një situatë që të çon drejt një drejtimi më të mirë. Britsjapi. Një situatë që dukej e qëndrueshme mund të fillojë të tregojë shenja ndryshimi dhe kjo mund të kërkojë një reagim të menjëhershëm. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se është koha për të rishikuar një plan që e kishe konsideruar të sigurt. Në punë, një vendim i matur mund të ndihmojë të ruash stabilitetin edhe në kushte të paqarta. Në marrëdhënie, një moment i heshtur mund të zbulojë më shumë se sa fjalët. Mos u mbështet vetëm tek ajo që ke ndërtuar deri tani. Është një ditë për të qenë i kujdesshëm dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të ruash qartësinë, mund të mbash nën kontroll një situatë që po ndryshon drejtim. Ujori. Një ide që lind papritur mund të çojë drejt një zgjedhjeje që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh. Një moment reflektimi mund të japë një perspektivë që nuk e kishe konsideruar më parë. Në punë, një zgjidhje kreative mund të japë një avantazh nëse e zbaton në momentin e duhur. Në marrëdhënie, një bisedë mund të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e dikujt. Mos u kufizo nga mënyrat e vjetra të menduarit. Është një ditë për të qenë i hapur ndaj ideve të reja dhe për të reaguar me fleksibilitet. Nëse arrin të mendosh ndryshe, mund të krijosh një ndryshim që të çon drejt një rrugë më të mirë. Peshqit. Një ndjesi e thellë mund të tregojë se diçka po ndryshon edhe nëse nuk ka asnjë shenjë të dukshme për të tjerët. Një moment i vetëm mund të vendos përballë një reagimi që kërkon sinqeritet dhe guxim. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të besosh më shumë tek instinkti sesa tek analiza. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të tregojë qartë një të vërtetë që nuk e kishe pranuar. Mos e shtyp atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i hapur dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të besosh tek vetja, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në mënyrë të thellë në rrugën tënde. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën "Fsheta" nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.